Data 27 prill. Numrat. Kapitulli 4. Dhe Zoti foli Mojsiut dhe Aronit duke u thënë: Numëroni bijtë e Kehathit midis bijve të Levit në bazë të familjeve të tyre dhe të shtëpive të etërve të tyre, nga mosha 30 vjeç e lart deri në moshën 50 vjeç. Të gjitha atyre që hyjnë në shërbim për të punuar në çadrën e mbledhjes. Ky është shërbimi i bijve të Kehathit në çadrën e mbledhjes që ka të bëjë me gjërat shumë të shenjta. Kur kampi duhet lëvizur, Aroni dhe bijtë e tij do të vinë për të hequr velin e ndarjes dhe do të mbulojnë me të arkën e dëshmisë. Pastaj do të vënë mbi të një mbulesë prej lëkurë të baldosës, do të shtrinë mbi të një copë krejt ngjyrë vjollce dhe do të fusin në të shtizet e saj. Do të shtrinë një copë ngjyrë vjollce mbi tryezin e bukëve të paraqitjes dhe do të vënë mbi të pjatat, gotat, legenët dhe kupat e libacioneve, mbi të do të jetë edhe buka e përjetshme. Mbi këto gjëra do të shtrinë një copë të kuqe të ndezur dhe mbi të një mbulesë prej lëkure të baldosës dhe do të fusin në të shtizat. Pastaj do të marrin një mbulesë ngjyrë vjollce, me të cilën do të mbulojnë shandanin e ndriçimit, llampat e tij dhe gërshërët e tij, të gjitha enet e vajit të caktuara për shërbimin. Pastaj do ta vënë shandanin me të gjithë veglat e tij në një mbulesë prej lëkure të baldosës dhe do ta vendosin mbi një bartinë. Do të shtrinë mbi altarin prej ari një pëlhurë ngjyrë vjollce dhe mbi të një mbulesë prej lëkure të baldosës dhe do të futin në të shtizat. Pastaj do të marrin të gjitha veglat e shërbimit që përdoren në shenjtëroren, do t'i fusin në një cohë ngjyrë vjollce, do t'i mbështjellin me një mbulesë prej lëkure të baldosës dhe do t'i vendosin mbi një bartinë. Pastaj do të heqin hirin nga altari dhe do të shtrinë mbi të një cohë të kuqe. Mbi të do të vendosin të gjitha veglat që përdoren për shërbimin e tij, mangallët, mashat, lopazat, legenat, gjithë veglat e altarit. Do të shtrinë mbi të një mbulesë prej lëkure të baldosës dhe do të futin në të shtizat. Pasi që Aroni dhe bijtë e tij të kenë mbaruar së mbuluari shenjtëroren dhe tërë orënditë e saj, kur kampi është bërë gati të niset, bijtë e Kehathit do të vinë për t'i mbartur, por ata nuk do të prekin gjërat e shenjta që të mos vdesin. Këto janë gjërat nga çadra e mbledhjes të cilat bijtë e Kehathit duhet të mbartin. Eleazari, biri i priftit Aron, do të ngarkohet me vajin e shandanit, me temjanin aromatik, me ofertën e përjetshme të ushqimit dhe të vajit të vajosjes. Ai do të ngarkohet edhe me tërë tabernakullin dhe tërë gjërat që përmban ai, me shenjtëroren dhe pajisjet e saj. Pastaj Zoti i foli Mojsiut dhe Aronit duke u thënë: Kini kujdes që klani i familjeve të Kehathitëve të mos shfaroset në mes të levitëve. Bëni pra këtë për ta me qëllim që ata të jetojnë dhe të mos vdesin kur u afrohen gjërave shumë të shenjta. Aroni dhe bijtë e tij do të hyjnë dhe do t'i caktojnë secilit shërbimin e tij dhe detyrën e tij. Por ata nuk do të hyjnë për të parë në kohën kur gjërat e shenjta po mbulohen që të mos vdesin. Dhe Zoti foli Mojsiut duke i thënë: Numëro edhe bijtë e Gershonit në bazë të shtëpive të etërve të tyre dhe të familjeve të tyre. Do ta bësh regjistrimin nga mosha 30 vjeç e lart deri në moshën 50 vjeç të gjithë atyre që hyjnë për të bërë shërbimin për të punuar në çadrën e mbledhjes. Kjo është detyra e familjeve të Gershonitëve, shërbimi që duhet të kryejnë dhe gjërat që duhet të sjellin. Do të bardhin pëlhurat e tabernakullit dhe çadrën e mbledhjes, mbulesën e saj, mbulesën prej lëkure të baldosës që është sipër dhe perden në hyrje të çadrës së mbledhjes, perdet e oborit me perden për hyrje në obor, perdet që janë rreth tabernakullit dhe altarit, litarët e tyre dhe të gjitha veglat e caktuara për shërbimin e tyre. Çdo jetë e nevojshme të bëhet, ata do ta bëjnë. Tërë shërbimi i bijve të Gershonitëve, të gjitha gjërat që duhet të bartin dhe të gjitha gjërat që duhet të kryejnë, do të bëhen me urdhër të Aronit dhe të bijve të tij. Ju do të ngarkoni atyre përgjegjësinë për tërë gjërat që duhet të bartin. Ky është shërbimi i familjeve të Gershonitëve në çadrën e mbledhjes, dhe detyrat e tyre do t'i kryejnë në urdhrat e Ithamarit, birit të priftit Aron. Do të bësh regjistrimin e bijve të Merarit në bazë të familjeve të tyre dhe të shtëpive të etërve të tyre. Do të bësh regjistrimin nga mosha 30 vjeç e lart deri në moshën 50 vjeç të gjithë atyre që hyjnë në çadrën e mbledhjes për të kryer shërbime. Kjo është ajo që i është besuar përgjegjësisë së tyre në pajtim me gjithë shërbimin e tyre në çadrën e mbledhjes. Dorasat e tabernakullit, traversat, shtyllat dhe bazat e tij, shtyllat që ndodhen rreth e rrotulloborit, bazat e tyre, kunjat e tyre, litarët e tyre dhe të gjitha veglat e tyre dhe tërë shërbimet që këto gjëra përmbajnë.
dhe do t'i caktoni secilit personalisht objektet që duhet të mbajë. Ky është shërbimi i familjeve të bijve të Merarit në përputhje me detyrat e tyre në çadrën e mbledhjes, nën urdhrat e Ithamarit, birit të priftit Aron. Mojsiu, Aroni dhe priesit e asamblesë kryen pra regjistrimin e bijve të Kehathitëve në bazë të familjeve të tyre dhe të shtëpive të etërve të tyre. E të gjitha tyre që nga mosha 30 vjeç e lart deri 50 vjeç hynin për të shërbyer në çadrën e mbledhjes. Ata që u regjistruan sipas familjeve të tyre ishin 2750. Këta qenë ata që u regjistruan nga familjet e Kehathitëve, të gjithë ata që shërbenin në çadrën e mbledhjes. Mojsiu dhe Aroni bën regjistrimin e tyre sipas urdhrit që Zoti kishte dhënë me anë të Mojsiut. Ata që u regjistruan nga bijtë e Gershonit në bazë të familjeve të tyre dhe të shtëpive të etërve të tyre, nga mosha 30 vjeç e lart deri në moshën 50 vjeç, tërë ata që hynin për të shërbyer në çadrën e mbledhjes. Ata që u regjistruan në bazë të familjeve të tyre dhe të shtëpive të etërve të tyre ishin 2630. Këta qenë ata që u regjistruan nga familjet e Gershonit, të gjithë ata që bënin shërbim në çadrën e mbledhjes. Mojsiu dhe Aroni kryen regjistrimin e tyre sipas urdhrit të Zotit. Ata që u regjistruan nga familjet e bijve të Merarit në bazë të familjeve të tyre dhe të shtëpive të etërve të tyre, nga mosha 30 vjeç e lart deri në moshën 50 vjeç, tërë ata që hynin për të shërbyer në çadrën e mbledhjes. Ata që u regjistruan sipas familjeve të tyre ishin 3200. Këta janë ata që u regjistruan nga familjet e bijve të Merarit, ata që u regjistruan nga Mojsiu dhe Aroni sipas urdhrit të Zotit të dhënë me anë të Mojsiut. Të gjithë ata që u regjistruan nga levitët që Mojsiu, Aroni dhe priesit e Izraelit i regjistruan në bazë të familjeve të tyre dhe të shtëpive të etërve të tyre, nga mosha 30 vjeç e lart deri në moshën 50 vjeç. Tërë ata që hynin për të shërbyer dhe për të mbajtur pesha në çadrën e mbledhjes. Ata që u regjistruan ishin 8580. Ata u regjistruan sipas urdhrit të Zotit për Mojsiun, secili në bazë të shërbimit që duhet të bënte dhe të asaj që duhet të mbante. Kështu ata u regjistruan nga ai, ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Mojsiun. Psalmi 38. O Zot, mos më shaj në indinjatën tënde, dhe mos më dënon zemrimin tënd, sepse shigjetat e tua më kanë shpuar dhe dora jote më shtyp. Nuk ka asgjë të shëndosh në mishin tim për shkak të zemrimit tënd. Nuk ka qetësi në kockat e mia për shkak të mëkatit tim. Pallësitë e mia e kalojnë në fakt kokën time, janë si një barë e madhe, shumë e rëndë për mua. Plagët e mia janë të fëlliqura dhe të qelbëzuara nga marrëzia ime. Jam krejt i korrusur dhe i dëshpëruar. Sillem tërë ditën rreth e qark duke mbajtur zi, sepse ijet e mia janë të pezmatuara dhe nuk ka asgjë të shëndosh në mishin tim. Jam i sfilitur dhe i vrarë, vrumbulloj nga drithma e zemrës sime. O Zot, çdo dëshirë që kam është para teje dhe psheretimet e mia nuk të janë fshehur. Zemra ime rre, fuqia po më lë, vetë drita e syve të mi ka ikur. Miqtë e mi dhe shokët e mi rrinë larg plagës sime, dhe fqinjtë e mi ndalojnë larg meje. Ata që kërkojnë jetën time më ngrejnë kurthe, dhe ata që duan të më bëjnë të keqen flasin për shkatrimin dhe mendojnë mashtrime tërë ditën. Por unë jam si një i shurdhër që nuk dëgjon dhe një memec që nuk e hap gojën. Po, jam si një njeri që nuk dëgjon dhe që nuk mund të përgjigjet me gojën e tij. Sepse shpresoj te ti o Zot, ti do të përgjigjesh o Zot Perëndia im, sepse kam thënë u gëzofshin me mua dhe kur këmba ime pengohet mos u qofshin kundër meje. Ndërsa jam duke rënë dhe dhëmbja ime është vazhdimisht para meje, ndërsa rrëfej mëkatin tim dhe jam tepër i shqetësuar për mëkatin, armiqtë e mi janë tërë gjallëri dhe janë të fortë, dhe ata që më urrejnë pa shkak shumohen. Edhe ata që ma shpërblejnë të mirën me të keqen më përndjekin, sepse unë ndjek rrugën e së mirës. O Zot, mos më braktis. Perëndia im mos u largo nga unë, nxitot më ndihmosh o Zot, o shpëtimi im. Kënga e këngëve, kapitulli 2. Unë jam trëndafili i Sharonit, zambaku i luginave. Si një zambak midis gjembave, ashtu është mikesha ime midis vajzave. Si një moll midis pemëve të pyllit, kështu është i dashur im midis të rinjve. Kam dëshiruar shumë të rinë në hijen e tij, dhe aty jam ulur, fryti i tij është i ëmbël në gojën time.
Më çoi në shtëpinë e Gostis dhe flamuri i tij mbi mua është dashuria. Më mbani me pita rrushi, më përtërini me moll, sepse unë vuaj nga dashuria. Dora e tij e majt është poshtë kokës sime. Dora e tij e djathtë më përqafon. Ju përgjërohem o bijat e Jeruzalemit, për gazelat dhe sutat e fushave, mos e ngacmoni dhe mos e zgjoni dashurinë time, derisa kështu t'i pëlqej. Ja zëri të dashurit tim. Ja i vjen duke kërcyer mbi malet, duke u hedhur mbi kodrat. I dashurimi përngjan një gazele apo një dreri të ri. Ja ku është prapamurit ton. Shikon nga dritaret, hedh vështrime nëpërmjet hekurave të tyre. I dashuri më ka folur dhe më ka thënë: "Çohu mika ime, e bukura ime dhe eja." Sepse ja, dimri ka kaluar. Shiu pushoi, iku. Lulet duken mbi tokë, koha e të kënduarit erdhi dhe në vendin tonë dëgjohet zëri i turtulleshës. Fiku nxjerr fiqt e tij të papjekur, vreshtat në lulëzim përhapi një aromë të këndshme. "Çohu mika ime, e bukura ime dhe eja, o pollumbesha ime që rri në të çaret e shkëmbive, në strukat e romoreve, ma trego fytyrën tënde, më bëj ta dëgjoj zërin tënd, sepse zëri yt është i këndshëm dhe fytyra jote është e hishme." I zini dhelprat e vogla që dëmtojnë vreshtat, sepse vreshtat tona janë në lulëzim. I dashuri im është i imi, dhe unë jam e tij. Ai e kullot kopen midis zambagve, para se të fryj flati i ditës dhe hijet të ikin. Kthehu i dashurim, dhe sillu si një gazel o një drenush mbi malet që na ndajnë. Hebrejve, kapitulli 2. Prandaj aq më shumë duhet të kushtojmë vëmendje atyre që dëgjuam, që të mos shkasim ndonjëherë nga rruga. Sepse në qoftë se fjala që u fol nga ëngjëjt është e patundur, e çdo shkelje e mosbindje mori një shpagim të drejtë, si do të shpëtojmë ne në qoftë se e lëm pas dore një shpëtim kaq të madh, i cili si u shpall në fillim nëpërmjet Zotit, u vërtetua ndër ne nga ata që e dëgjuan, ndërsa Perëndia bashkë dëshmonte për të me anë shenjash e mrekullish dhe me vepra të ndryshme të fuqishme dhe me të ndara dhuntish të frymës së shejtë sipas vullnetit të tij, sepse nuk ja nënshtroi ëngjëjve botën që ka për të ardhur, për të cilën po flasim, por dikush dëshmoi diku, duke thënë: "Ç'është njeriu që të kujtohesh për të, ose biri i njeriut që të kujdesesh për të? Ti e bëre për pak kohë më të vogël nga ëngjëjt, ti e kurërzove me lavdi dhe me nder dhe e vure përmbi veprat e duarve të tua. Ti e nënshtrove gjithçka në këmbët e tij. Sepse mbas ja nënshtroi atij gjithçka, nuk la asgjë pa ja nënshtruar. Por tani nuk e shohim ende gjithçka të nënshtruar. Por atë që u bë për pak kohë më i vogël se ëngjëjt, Jezusin, e shikojmë të kurorzuar me lavdi dhe nder për shkak të vuajtjes së vdekjes që me anë të hirit të Perëndis për të gjithë njerëzit të shijonte vdekjen. Sepse i kishte hija atij, për të cilin të gjitha janë dhe nëpërmjet të cilit të gjitha u bën, duke quar shumë mbi në lavdi, ta bënte të përsosur me anë vuajtjesh kreun e shpëtimit të tyre. Sepse si ai që shenjtëron edhe ata që shenjtërohen janë të gjithë prej një. Për këtë shkak, nuk turpërohet t'i quaj vëllezër, duke thënë: "Vëllezërve të mi, do t'u shpall emrin tënd, do të këndoj himne në mes të kishës. Edhe përsëri do të kem besim në të, dhe përsëri ja unë dhe fëmijët që mi dha Perëndia." Sepse duke qenë se bit kanë të përbashkët mishin dhe gjakun, po ashtu edhe ai u bë pjesëtar në po ato gjëra, që të shkatëronte me anë të vdekjes atë që ka pushtetin e vdekjes, do me thënë djallin, edhe të çlironte të gjithë ata që nga frika e vdekjes i ishin nënshtruar robërisë për tërë jetën. Sepse ai pra nuk kujdeset për ëngjëjt, por kujdeset për faren e Abrahamit. Prandaj ai duhej t'u ngjante në çdo gjë vëllezërve, që të bëhej kryeprift i mëshirshëm e besnik në punët e Perëndis për të pajtuar mëkatet e popullit. Sepse në atë që vuajti vet, kur u tundua, mund t'u ndihmoj atyre që tundohen.